Jam në trenin që lidh Vienën me Bratislavën, një udhtim rreth 60 minuta. Transporti hekurudor është një nga transportet më të sofistikuar dhe më të mirë të Europës dhe padyshim transporti më i vjetër hekurudor në botë ka lindur në Europë. Europa ka rreth 220-230.000 kilometra linja hekurudore, nga të cilat më shumë se 120.000 janë të elektrifikuara, pra përdoret trenat elektrik, ndërkohë që rreth 11.000 janë trenat shpejt, TGV-ja apo Frecciarossa dhe Freccianera në Itali. Trenat kanë nisur në Europë diku rreth vitit 1825 me Stephensonin në Britaninë e Madhe, ndërkohë që linja e parë për pasagjerë hekurudore e rregullt është linja që lidhte Manchesterin me Liverpoolin në vitin 1830, pra thuajse 200 vjet më parë, 1825 fillon, por 1830 bëhet linjë për pasagjerë hekurudha e parë në Britaninë e Madhe. Ende sot trenat mbeten një nga pikat kryesore të transportit në Europë, ndërkohë që numrin më të madh të kilometrave të hekurudhave ka Shtetet Bashkuara të Amerikës, por që nuk i përdorin shumë për pasagjerë. Për pasagjerë, Europa mban vendin e parë për përdorimin e trenave.